Zoti Makolli, çfarë mesazhi kërkon të jap Donald Trump teksa i është drejtuar Vladimir Putinit se po luan me zjarrin dhe se veprimet e tij po tregojnë që Rusia nuk ka vullnet që të shkojë drejt një paqe ose një marrëveshje konkrete për të vendosur paqen në Ukrainë? Donald Trump ka dhënë mesazhin e tij, besoj që Vladimir Putin e kupton mesazhin e Donald Trump. Por deri me tani kemi vetëm sanksione të cilat e sankcionojnë Rusinë, si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk kemi një reagim konkret ushtarak dhe një gjë e tillë momentalisht nuk është e mundur të bëhet për shkak se kemi edhe disa luftra tjera, të cilat zhvillohen në heshtje realisht. Por që Donald Trump besoj në një kohë të caktuar do të thotë stop dhe do të ketë një përforcim të artillerisë dhe pjesës ajrore të forcave ukrainase, pa limit, dhe më pastaj Vladimir Putin do ta kuptojë gjuhën amerikane, për shkak se Donald Trump nëse vendos të ndihmojë pa limit forcat e Ukrainës, atëherë Rusia do të ketë një problematik shumë të madhe brenda organizimit të vetë forcave ruse. Çfarë kërkon të arrijë Vladimir Putin teksa nga njëra anë thotë se është i gatshëm për bisedime dhe për të arritur një marrëveshje konkrete, por nga ana tjetër vjen sulmet kundrejt Ukrainës? Vladimir Putin e kuptojmë politikën e tij për shkak se ai dëshiron të marrë kohë për riorganizimin e forcave të armatosura ushtarake ruse, po ashtu ka një përkrahje nga pjesa e krahit të Koreas së Veriut dhe pjesëve tjera të cilat thjesht kontrakton ushtar nga pjesa veriore e Koreas, dhe kështu që ai ka disa garnizone, disa bataljone me forcat nga Korea, por një gjë të tillë nuk e ka bërë Kina, dhe pse Kina e mbështet në pjesën logjistike komplet. Dhe për atë arsye Vladimir Putin ka marrë një performancë tjetër në luftën e Ukrainës, për shkak se pjesa e artillerisë dhe pjesëve tjera nga Kina, si ndaj Putinit, gjithsesi Rusisë, është një diçka shumë e veçantë, dhe ndërsa pjesën tjetër është ndërprer siç ka qenë më përpara nga Bashkimi Evropian dhe nga amerikanët për Ukrainën, por është ndërprer një masë caktuar pjesa e donacioneve të cilat i ka pas Ukraina në kohën e kaluar, dhe tani më kemi edhe në përkeqësimin e gjendjes në Ukrainë ndaj forcave ukrainase të ushtrisë. Ditët e fundit është mësuar se Rusia ka vendosur disa kushte konkrete për të shkuar drejt një marrëveshje, dhe një nga këto kushte është që NATO të frenojë zgjerimin e saj kryesisht në lindje. Pra, duke qenë se e ka përdorur dhe si një nga argumentet kryesore që pse ka sulmuar Ukrainën, ju si mendoni, a do të bindet perëndimi pikërisht këtyre kushteve të Moskës, e cila kërkon një frenim të zgjerimit të NATO-s, pra që dhe Ukraina të mos jetë në NATO, mos jetë në Bashkimin Evropian, pra që NATO të bëjë një hap mbrapa në raport me zgjerimin e saj në lindje? Unë nuk mendoj se do Bashkimi Evropian, po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se interesi gjeopolitik është që NATO të shtrihet në pjesën edhe lindore, gjithsesi të futet në ombrellën e saj, po ashtu edhe Kosovën e pjesë tjera, dhe të frenon realisht ndikimin e Rusë në Ballkan dhe në pjesën lindore. Dhe kjo është e mundshme vetëm me ardhjen e trupave të NATO-s dhe futjen e Kosovës dhe pjesëve tjera në NATO. Dhe këtë Vladimir Putin e ka pas synim edhe më herët,
por që nuk ja ka arritur. Unë besoj që Ukraina nuk do të jetë në NATO, por në rast ndonjë marrëveshje diplomatike, por do të ketë një neutralitet dhe momentin që do të ketë sulme në të ardhmen, në rast që arrihet një marrëveshje e tillë, atëherë NATO do ndikojë me forcat e tyre pasore direkt në Ukrainë. Çfarë mesazhi kërkon të jap Gjermania, e cila ka bërë të ditur riarmatosjen e saj dhe modernizimin e ushtrisë, por nga ana tjetër theksohet se i ka dhënë leje Ukrainës që të godas me raketat e perëndimit brenda territorit rus? Kancelari Merz ka zhvilluar komplet një riorganizim në forcat e armatosura të Gjermanisë. Po ashtu NATO, sipas disa informacioneve edhe tani me media, ka ndalur që dikun rreth 40.000 trupa Gjermania du t'i përgatit për përforcimin e pjesës lindore të NATO-s. Dhe Gjermania çdo ditë më shumë zhvillon teknikën e saj ushtarake, prodhon, deri me tani mund të them që Gjermania nuk ka pas një kapacitet të tillë të prodhimit, por tani më që nga vitet e kaluara, Gjermania prodhon maksimalisht dhe gjithë industria ushtarake dhe ajo realisht private janë duke prodhuar armatim të konsiderueshëm për përballjen e Rusisë. Pasi që Gjermania konsiderohet një ndër vendet që ka kapacitete si ekonomike, po ashtu edhe kapacitete njerëzore për të arritur një qëllim të tillë. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić, i cili priti djalin e dhëndrit të Donald Trump dhe u duk se do të kishte një derë të hapur në Shtëpinë e Bardhë, por në një vizitë të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai mbeti krejt i zgënjur pasi nuk mundi të takonte Donald Trump dhe politika zyrtare e Beogradit gjeti një justifikim duke thënë se ai ishte i smur të paktën në një deklarim zyrtar. Dhe më pas ai u pa në paradën e festimeve të përkujtimit të fitores mbi nazizmin në Moskë. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić? Ku po qëndron ai? Se një këmbë ka në Moskë dhe tjetrën kërkon SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kjo këmba në Moskë është e qëndrueshme, ndërsa këmba tjetër realisht ju ka dëmtuar tej mose, për shkak se ne e kuptojmë që Donald Trump dhe djali i tij kanë pjesë ekonomike dhe interesit ekonomik, ndërsa sa i përket Departamentit Amerikan të Shtetit vendos se çfarë dhe kënd do të aftoj që të jetë prezent dhe të takoj edhe Donald Trump. Donald Trump normal është president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është i respektuar, por që udhëhiqet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne i kuptojmë politikat amerikane dhe ata e kanë dhënë inteligjencën e sigurisë tyne dhe ata e parashikojnë çdo çka se çfarë do të ndodhë. Dhe ajo që ndodhi dhe se si, e ftuan zotri Vučić e ftuan në Amerikë dhe në fund e kthyen duke mos marrë asgjë, sepse karrimi tina ishte diçka tjetër, por që ju ndryshua agjenda dhe më pastaj përfundoi në Moskë, ashtu i smur, shkoi në paradën të ushtrisë së kuqe, por atje nuk ishte i smur dhe kuptojmë këto edhe mediat edhe njerëzit e sigurisë edhe ata geopolitikës se çfarë kemi të bëjmë.